tregoj njeri cili tërë një gjallë i ri deri te shtëpit e të moshuarve, ka arki që të pyet se cilët janë dokumentet duhet t'i plotson që babën e vetë ta sjelle në këtë mosh, në këto shtëpi të shëmtuara. Pra leo të ndërshëm, ki koordinatori cili i koordinon të këto, tha pa tjetër duhet t'i plotsojsh këto dokumente. A di tha cilët dokumente ja paraqita ati? Tha dokumentin e parë duhet të sigurojsh një fotografi kur baba e jot i ndroj ke spital, pra spitalit e barë të nënën tonë ti duke qenë ajo shtatë zone duke të barë në parkin e saj. Ma siguroj një fotografi të gjithë për të di prindërë. E dita pre atinëve tha ma siguroj gjithashtu një fotografi e dhimbjeve të nonës kur ajo të lindi ti. E treta prej dokumente, tha ma siguroj gjithashtu një fotografi e ditës së gëzimit kur ato të bartën me gëzim dhe qua në shtëpin e tyre. Ma siguron të një fotografi e nonës që të përkun të të notën dhe ti qajshe dhe i lishe pa gjumë të ti prindërit. Ma siguron gjithashtu një fotografi ditën, notën, kur baba i raskapitur me punë të nditën, vinte në bramje dhe thonë dhe u një informonte se fjo ashtë me temperatur dhe me vrap aj të barte prej spitalit, prej ambulancës në spital, dhe aj i cili të në mëngjes e kontrolonte balin tanë se atë të gazrip temperatura. Në i siguron gjithashtu edhe një fotografi e gjersës e balit të babës tanë, kur a ju raskapit dhe u lodh për të siguru një jetë halal, të jetosh, të ngritesh, të fuqizohesh, të rritesh. Me siguron dhe një fotografi lotët e prindit tanë kur aj nuk ish mundësi që ta siguron për t'i ble teshet e bajramit, që të gëzohesh me fmit qërë si ku që gëzohen të gjithë. Ma siguron një fotografi kur aj e në nëvlerëson të dhe ullë të vetën e vetë dhe trokit të të miqë të vetë, që ti e borç për të paguajt stipendin apo për t'i paguajt provimet e tua që të bash ti me sukses njëtën tane. Tha ma siguro dhe një fotografi ti ditën e maturës kur baba jo të gëzohet dhe qeshet me arritjet dhe krenohet me arritjen e fëmisë vetë. Në siguro gjithashtu dhe një fotografi ditën e darshmes kur ata u përpiqen që të martojnë ti edhe të gëzojnë dhe të kryosh dhe ti familje si që ato e kryuan. O gjalosh, a nuk ishe ti që banove në shtëpin e babës tanë kur ishe i ri dhe i dopt? Ndërsa, a nuk ke turp që babën tanë kur a ju bo i dopt të sjelsh në këtë vend? A nuk je musliman? A nuk lexon Kur'an? Cëlit fe i takon ti ku Allahu Azza wa Jall ka zbrit ajetën Kur'ani Kerim dhe ka thonë wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allahu e ka bo obligim që mos të adhërohet askush pas Allah. Pas adhurimit Allahut Azza wa Jall, ibadeti më madhështor është respektimi prindërve. Dhe tha Allahu Azza wa Jall dhe ata ku të plakën të ti. Nuk tha Allahu Azza wa Jall dhe ata ku të vjetërohen, ku të plakën në qerdhen apo në shtëpit e të moshuarve. Tha dhe ata ku të plakën të ty në shtëpin tane, në vendbanimin tanë. Tha Allahu Azza wa Jall fala taqul lahuma uffin. Ke kujdes se do njëherë njëtën tane pi thue kur të nën nana, kur të nën prindi, kur të nën baba ta krishnit e tirë të thosh wala tanharhuma. Ke kujdes se pe ngrit zonin tanë ma lartë se zonë të prindit.